Fryti i së vërtetës. Fjalët e Elohimit në zemrën e dikujt. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. 21. Fryti i së vërtetës. Zemra, hiqni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjini tokë të mirë, mbyllni farat e së vërtetës dhe jepni fryt duke kultivuar të vërtetën. Rikthimi i tokës. Gjeni të pavërtetën që Bibla thotë të hidhni ose të mos bëni, hiqeni nga zemra dhe bëjeni tokë pjellore. Mbjellja e farave të së vërtetës. Gjeni të vërtetën që Bibla thotë të ruani dhe mbyllni farën e së vërtetës në arën e zemrës të bërë me tokë pjellore, kultivoni atë dhe jepni frytin e së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Projekti. 1. Projekti, hidheni. 2. Projekti, mos e bëj. 3. Projekti, mbaje. 4. Projekti, bëje. Projekti, bëje. Nxirreni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjeni tokë të mirë. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. Marku 12:31. Dhe i dyti i ngjan këtij, duaje të afërmin tënd por si vetveten. Nuk ka urdhërim tjetër më të madh se këta. Marku 13:11. Tani, kur t'ju çojnë për t'ju dorëzuar në duart e tyre, mos u shqetësoni që më parë për atë që do të duhet të thoni dhe mos e paramendoni, por thoni çfarë t'ju jepet në atë çast, sepse nuk jeni ju që flisni, por fryma e shenjtë. Marku 13:33. Tregoni kujdes, rini zgjuar dhe lutuni, sepse nuk e dini kur do të jetë ai moment. Marku 13:36. Që ai, duke u kthyer papritmas, të mos ju gjejë në gjumë. Marku 13:37. Tani, këtë që po ju them juve, ua them të gjithëve, rini zgjuar. Marku 16:15. Pastaj u tha atyre, dilni në mbarë botën dhe i predikoni ungjillin çokrijese. Luka 5:4. Dhe kur mbaroi së foluri i tha Simonit, shko në të thella, dhe hidhni rjetat tuaja për të zënë peshk. Luka 6:27. Por unë po ju them juve që më dëgjoni, të i doni armiqtë të tuaj, u bëni të mirë atyre që ju urrejnë. Luka 6:28. Bekoni ata që ju mallkojnë dhe lutuni për ata që ju keqtrajtojnë. Luka 6:29. Nëse dikush të bie në njërin faqe, ktheja edhe tjetrën, dhe atij që të merr mantelin, mos e pengo të marrë edhe tunikën.